Oreo cheesecake, ëmbëlsirë e famshme botërore, në një përgatitje shumë shpejt, bëhet shumë e shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj ëmbëlsire shumë të shijshme, ëmbëlsire famshme botërore. Përgatitja është shumë e thjeshtë, nuk ju merr shumë kohë, vetëm se duhet të qëndroj apo duhet që ta përgatitni një natë para se ta konsumoni, sepse duhet të rrijë në frigorifer më së paku për 12 orë. Është një ëmbëlsirë e thjeshtë për përgatitje, vetëm se është me një kosto më të lartë dhe kur të përgatitni këtë ëmbëlsirë, gjithë produktet që i përdorni duhet janë të kualitetit të lartë. Për shtresën e parë të cheesecake-ut na nevojiten 28 copë me biskota Oreo. Gjithsej për këtë cheesecake na nevojiten 3 paketime. Paketimet janë 176 gramësh apo dikon 500 gram me biskota Oreo. Marrim kështu Oreo dhe i vendosim në blender, apo mund t'i shtypni që t'i bëni të copat vogla, 8 vogla, apo të njëjta të themi, mirë po me blender të keni më lehtë. Kështu i hedhim të gjitha. 28 copë biskota nevojiten për shtresën e parë. Kam vendosur gjithë biskotat në blender. Ekzistojnë disa receta në të cilët biskotave ju largohet kjo shtresa e brendshme, shtresa e bardhë e kremit, mirë po unë nuk do ja largoj, pasi më e mirë do del shtresa e parë, do del më ëmbël dhe më e shijshme. Tash i bluaj mirë biskotat në blender. Kam bluar shumë mirë biskotat Oreo, tash i kaloj në një kështu më të madhe. Patjetër duhet që të bluhen shumë imët. Te biskotat e bluara hedhin 140 gram me gjallë, cilën e kam shkri dhe kam lënë vetëm pak që të tohet. Dhe tash masën e përzi kështu me një shpakull kuzhine, që gjalpi të futet në brendësinë e biskotave. Ambienti i dhomës duhet jetë i ngrohtë kur ta përgatitni shtresën e parë. Përzi mirë. Nuk nevojitet përzierje më të shumtë, kjo është mjaftueshëm. Shtresa e parë pasi është gati, ne marrim një kallëp për ëmbëlsira, për torte, apo një tepsi e llojit që hapet, dhe vendosim në një pjatë apo një përdorimshe, siç jam duke vepruar tash, veproni edhe ju, vetëm se me rëndësi është që të jetë pjata e rrashtë. Dimensionet e kallëpit i kam bënë në masi 24 cm, është mjaftueshëm. Tash e hedhim shtresën e parë, kështu, në fund të kallëpit. E rrafshoj. Vetëm kur ta rrafshoni duhet të jetë trashësia e njëjtë nga gjitha anët. Marrim një gotë dhe me anë të gotës ja japim formën shtresës së parë. Mundohem që ta bëj shtresën e parë sa më të ngjeshur, aq më mirë do del cheesecake-u. Kam rrafshuar mirë. Kështu shtresën e parë jam munduar sa më të ngjeshur që ta bëj. Dhe shtresa e parë është gati.
Tash përgatisim shtresën e dytë, mirë po para se të fillojmë që të përgatisim shtresën e dytë, morim 300 gram me çokoladë të bardhë, çokoladë Milka, siç e theka edhe në fillim, kualiteti i produkteve duhet jetë cilësor që të dale më i mirë cheesecake-u. I kam vendosur 300 gram me çokoladë bardhë në një, kurse në një tenxhere kam shtu ujë dhe kështu në avull do e shkrinj çokoladën. Derisa çokolada është në shkrirje, ne morim dhe rrahim 350 ml me ujë të ëmbël apo hoplla. Hoplla duhet jetë nga frigoriferi dhe duhet jetë me kualitet të lartë, sepse yndyra e saj kur është me kualitet më të lartë është më e madhe, kështu e shtojmë në një enë të madhe. Dhe tash masën e rrahi mirë me mikser për 3-4 minuta derisa ta formojmë një shkum të fortë. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj 100 gram me sheqer pluhur dhe 500 gram me mascarpone, apo 2 paketime nga 250 gramësh. Mirë po mascarponea nuk du t'jetë direkt nga frigoriferi, duhet ta largojmë më spaku 1 orë, ta lajmë në ambient dhume, shtojmë kështu gjatë. Pasi kam shtu mascarponën, tash masën e rrahi mirë me mikser, derisa mascarponja, sheqeri i pluhur dhe ajka të bëhen në një masë. Kam rrahur mirë masën, tash ja shtoj çokoladën, mirë po e kam lënë që të ftohet pak, jo ashtu direkt vale nxehtë. Dhe tash masën përsëri e rrahi me mikser. Kam rrahur mirë masën, tash marr dhe i shtoj 8 copa me oreo. Mirë po, oreon e kam coptu, nuk e kam bluar në blender, kështu në copsa të vogla. Marr një shpakull kuzhine dhe tash vetëm se me shpakullën e kuzhinës bëj përzierjen. Nuk bëhet përzierja me mikser. Sa të përhapet oreo në përgjithë masën, bëjmë përzierjen. Dikun rreth 1 minuti, besoj se është mjaftueshëm përzierja. Kam përzier mirë masën dhe biskotat e oreos janë përhap mirë, tash e kalojna mbi shtresën e parë. Mundohem kështu që ta kaloj të tërën. Kam kalu gjithë masën, tash me një shpakull mundohem që ta rrashoj mbi sipërfaqen e shtresës së parë. Të mundohem t'ja jap trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Kam formu dhe shtresën e dytë, mirë po jam mundu që t'ja bëjmë një formë kështu të rrash. Tash sipër do i vendosi kështu foli nayloni.
Dhe cheesecake-un e fus në frigorifer tek flodi dhe e lëm më pak 12 orë. Disa minuta para se ta largoj cheesecake-un nga frigoriferi, përgatisim shtresën e tretë. Për shtresën e tretë na nevojiten 200 gram me çokoladë të bardhë Milka dhe ja shtojna 200 ml me ujë të ëmbël. Dhe masën e vendosi në zjarr në temperaturën të ulët, e shkrinj çokoladën që të bëhet bashkë me ujin duke e përzier vazhdimisht. Çokoladën e kam shkrinj, kështu është bë bashkë me ujin dhe kam lënë që të ftohet diku rreth 10 minuta. Tash këto kam bluar 2 copë Oreo, kam bluar emët dhe ja shtoj çokoladës dhe e përzi mirë që Oreo të përhapet në përgjithë masën. Përzi mirë. Dhe shtresa e tretë është gati. Cheesecake-un e kam largu nga frigoriferi, ja largoj kesën e najlonit dhe ja hedhi shtresën e tretë, kështu sipër. Dhe përsëri cheesecake-un e fus në frigorifer të qëndroj dikon për 20 ose 30 minuta. Cheesecake-un e kam largu nga frigoriferi dhe tash ja largoj kallëpin. Vetëm kujdes që mos t'ja prishni formën. Një kujdes të madhe duhet t'i largohet kallëpi. Ka dalë shumë mirë. Tash sipër do e dekoroj me shllak pena, cilin e kam hedhë në një kese dekori. Kështu nga pjesa e sipërme do e dekoroj. Dekorin mund t'ja bëni sipas dëshirës. E kam dekoruar me shllakun pena, këtu kam marrë biskota Oreo, i cilat i kam prerë kështu në gjysmë. Dikon rreth 10 biskota kam. Mund të shtoni sipas dëshirës dhe do i vendosim në këtë formë. Përsëri do i vendosi shllak pena. Kështu në mes. Një biskot në mes Oreo. Dhe ëmbëlsira është gati për konsumim. Ta ndajmë dhe një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe shija nuk ka për një mungu. Ideale për dhuratë, kjo ëmbëlsirë, e bukur për syrin, mirëpo dhe për shija është shumë e mirë. Pjesa e parë largohet pak me vështirësi, kurse tjerat jo. Ja dhe si duket, Oreo cheesecake vërtet ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe në shije ka për me qenë kështu e mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë Oreo cheesecake, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare. Deri në recetën e radhës.